Të jesh fetar detyrimisht do të thotë jesh edhe adhetar. Madje fetaria e mirë ndikon në kultivimin e adhetarisë sinqert. Ti shërbesh vendit dhe popullit, duke qenë i motivuar nga mësimet e pastra hyjnore, nënkupton jo vetëm që të bësh shumë, por atë që e bën ta bësh me përkushtimin më të madh, duke synuar vetëm kënaqësinë e Zotit. Këto detaje i gjejmë në personalitetin e Hoxh Ymer Prizrenit, i cili ishte Hoxh Mudarriz dhe deputet në Parlamentin Osman. Angazhimi i tij dikur ka qenë jetik për kohën, e sot është përgjigje ndaj atyre që duan të përbaltin figurat fetare dhe të minimizojnë rolin e tyre kombëtar. Vepra e Mudarriz Ymer Prizrenit sot është frymëzim për brezat e ri se si duhet angazhuar për të mirën e vendit, se si duhet bashkuar e punuar të gjithë. Ymer Prizreni ka lindur në Zgatar në vitin 1820. Rrjedh nga një familje fetare dhe me nam. Edhe baban, edhe gjyshin i kishte hoxhallar. Ky i fundit, gjyshi i tij, quhej Ali dhe e kishte themeluar xhamin në Zgatar të Opojës. Ndërsa i ati babai, që quhej Sulejman, kishte shërbyer si mësimdhënës në medrese dhe imam në disa xhami të Prizrenit. Sigurisht se kjo përgatitje fetare që kishin dhe krahas saj edhe të mirat materiale që posedonin, pasi që ishin pronar dyqanesh dhe mullinsh, do t'i shtynte që të kujdeseshin për edukimin dhe shkollimin e fëmijëve të tyre. Kështu, ne gjejmë Ymerin bashkë me dy vëllezërit e tij, Aliun dhe Osmanin, tek marrin mësime të çmuara.